36 vota për. Një nga urimet e para që erdhi pas votimit të qeverisë së re të Republikës së Kosovës të mërkurën pas darke është nga Brukseli. Kryediplomatja evropiane Kaja Kallas thotë se pas një viti bllokues është inkurajues lajmi për krijimin e ekzekutivit të ri kosovar me kryeministër Albin Kurti. Ajo që tani ka rëndësi sipas shefës së BE-s për politikë të jashtme siguri është që të ecet me shpejtësi me reformat. Kallas thekson se për Kosovën kjo është mënyra më e shpejtë për të zhbllokuar mbështetjen e BE-s me vlerë qindra miliona euro dhe për të pasur përparim në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Diplomatia estoneze potencon se ky është një momentum i ri për të avancuar marrëdhëniet BE-Kosovë dhe dialogun Beograd-Prishtinë. Përderisa shtoj se ajo është gati të organizojë një takim të nivelit të lartë së shpejti. Kjo i bie takim mes kryeministrit të Kosovës dhe presidentit të Serbisë. Ndërkohë në rezumen e tij gjatë paraqitjes së plan programit qeveritar, kryeministri foli edhe për dialogun me shtetin fqinje. Normalizimin e marrëdhënieve me fqinjen tonë verior Serbin do ta ndjekim përmes dialogut konstruktiv e kreativ, përmes marrëveshjes tonë bazike të Brukselit dhe aneksit të zbatimit të Ohrit. Por, siç kemi vepruar në 4 vitet e kaluara, normalizimi është çështja e rregullimit të marrëdhënieve mes dy shteteve, pra si raport bilateral e jashtëm e jo ndërhyrje apo përzierje në çështjet e brendshme. Në procesin e bisedimeve për normalizimin e raporteve kosovaro-serbe, Këshilli Evropian njoftoi se i zgjati edhe për 2 vjet tjera mandatin e emisarit për këto bisedime, Peter Sorensen.